Përshëndetje të nderuar shikues, po ritakohemi përsëri drejt për së drejti me gjurmët për të diskutuar sot për një fenomen mjaft famkeq, por që vazhdimisht përsëritet në vendin ton, një kryeqytet si Joni që prej vitesh përpiqet që të prezantohet si qytet modern e funksional, mirë po vazhdimisht po zhvillohet një krizë e heshtur, por tepër e dukshme. Kriza e grumbullimit, por edhe keq menaxhimit të mbeturinave. Në për rrugët e qytetit më nuk flitet për zhvillim të qëndrueshëm, investimet e reja apo cilësi jetese, mirë po flitet për kontenjer të tej mbushur, për plegra që shpërndahen në për rrugë, për qese plastike që valvite në përdronjë. Lagjet të tëra janë të pushtuara nga plehrat, kjo më nuk është vetëm një çështje estetike, por është një krizë higjienike që vazhdon në qytetin tonë dhe jo vetëm. Në ndërkohë që institucionet vazhdojnë që të hedhin faj njëra tjetrës, janë qytetarët ato që pasojnë. Për të diskutuar më tepër rreth kësaj çështje, kam të ftuar sot doktorin e mjekësisë Ilir Luma. Faleminderit shumë që erdhët në televizionin Alsat në emisionin ton Gjurmët. Faleminderit. Përshëndetje spektatorëve të televizionit Alsat. Dua ta filloj menjëherë me vlerësimin tuaj mbi situatën aktuale të menaxhimit apo të them më mirë keq menaxhimit të mbeturinave në Shkup. A është kjo një krizë mjedisore? Fatkeqësisht keni të drejtë, sepse informatat e fundit dhe jo ato më të reja, por pothuajse një vjet mbas, filluar qysh nga vitet 2024-23, jo vetëm Shkupi, po shumë qytete ballafaqohen me problemin e menaxhimit të mbeturinave në rend parë, kisha për të thënë të mbeturinave, të familjeve, të anvisnis, të shtëpiave private, por gjithsesi problemin e randojnë edhe mbeturinat të institucioneve tjera industriale që në mënyrë frapante për shkak të mos kujdesit dhe mos respektimit të ligjeve, sepse duhet sekur se Maqedonia ka ligjin për menaxhimin e mbeturinave që është pothuajse konform ligjeve që ekzistojnë gjithandej në shtetet e Unionit Evropian, pra edhe këto institucione, por edhe shërbimet komunale nuk janë në nivelin e duhur që ti trajtojnë ashtu siç parashohin ligjdhënësit mbetjet, gjithsesi mbeturinat. Kështu që në rend të parë viktim e këtyre të kësaj moskujdesie janë vetë qytetarët, të cilët madje ata e pagojnë edhe me rrezikimin e shëndetit të tyre, kashë asaj që shkaktojnë mbeturinat që për fat të keq, jo vetëm që nuk janë brenda kontejnerve ashtu siç duhet të ishin qenë, por ato qytetarët ballafaqohen edhe me shpërndarjen e tyre jashta kontejnerve në mënyrë jo adekuate. Dëmi është pa diskutim kolektiv, por edhe dënimi vazhdon të jetë kolektiv. Këtu vetëm desha të ceki se gjithsesi në rend parë viktim janë qytetarët, por duhet thënë se nga disa kanë vështrime duhet patur kujdes edhe vetë qytetarët, po që se nuk janë në gjendje të respektojnë edhe ata rregullat që janë konform, tani të them, edhe të kujdesit, edhe traditave, edhe të edukatës familjare për të mbajtur higjienën, duke filluar nga ajo personalja të ambientit ku jetojnë, por edhe më gjerë në rrugë edhe në institucionet tjera. Pra, gjithsesi këtu faji është i të gjithëve nga pak, por viktim përsëri janë vetë qytetarët. Para se të vazhdojmë për rreziqet shëndetësore që vijnë nga mbeturinat, unë dua të shkëputemi shkurt për një hapësirë publicitare dhe do të rikthehemi për të vazhduar bisedën. Jemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë mbi menaxhimin e mbeturinave në Shkup dhe rreziqet që vijnë për shëndetin tonë nga pikërisht këto mbeturina. Doktor, cilat janë rreziqet shëndetësore që vijnë nga ky grumbullim i madh i mbeturinave në qytetet tona? Rreziqet shëndetësore gjithsesi janë evidente, janë të shumta, megjithatë ato ndërlidhen edhe me periudhat kohore,
kushteve klimatike dhe sasisë mbeturinave që nuk menaxhohen konform standardeve që parasheh ligji për trajtimin e tyre. Kështu që në këtë drejtim ka mundësi për të ballafaquar me rreziqet janë, siç thash, edhe të shumta, por edhe të nivelit të lartë. Duke filluar nga ajo se sa kohë zgjat mbeturina në bie fjala mbeturinat organike tani, që janë pjesë e mbeturinave të anvicnive, po që se qëndrojnë në një temperaturë të lartë në diell kohë të gjatë, bëhet zbërthimi, kalbëzimi apo putrifikimi i tyre, cilat mandej shkaktojnë edhe mundësinë e helmimeve, intoksikacioneve të ndryshme, po që se fëmijët veçanërisht, po edhe të rriturit, po edhe ka edhe skamnor të atill që fatkeqësisht sillen rreth kontejnerëve apo pa dashje kalojnë atje ku sasia e këtyre mbeturinave që kohë të gjatë kanë qëndruar në kushtet klimatike që iniciojnë kalbëzimin e tyre dhe lirimin e toksineve të shumta, të bëhen helmime të ndryshme, po që se mbeturinat bie fjala edhe atëherë kur eliminohen nga kontejnerët, por çohen në vendet jo adekuate, apo edhe në deponit të shumta që nuk janë konform, deponit të egërta të ashtu quajtura, që nuk janë të rregulluara konform standardeve të njohura tani në shumë vendet e përparuara të Unionit Evropian, atje për shkaqe të mos selekcionimit të mbeturinave ku hudhen qelçi, plastik, materiet e plasmasit, letrave kështu me radhë, në një temperaturë të lartë dhe me diell, dihet në aspektin fizik se bëhet edhe vetë djegja e tyre. E lerema që për fat të keq ka edhe njerëz të pandërgjegjshëm që qëllimisht bëjnë djegjen. Tymi që lirohet nga një material i një deponie të atill ku janë përveç tjerash edhe materiali elektronik që lëshojnë helmet jashtëzakonisht të rënda, kishim edhe para një kohe edhe ballafaqimin e shumë personave cilët hasën në një helmim toksik jashtëzakonisht të madh dhe kërkuan ndihmë edhe te institucionet shëndetësore. Domethënë, tymi, helmet që drejt për drejt toksinat, fatkeqësisht tjera që mund të jenë përmes lëndimeve të ndryshme tek fëmijët, tek tash skamnorët, duke kërkuar diçka nëpër ato, prehen me qelç apo me diçka me materiale të mprefta që janë si pasojë e shpërndarjes mbeturinave jo specifike, si quhen ashtu në këtë lami, nga shumë ndërtime, rënime, gozhda dhe shumë lëndë të tjera që mund bëjnë dëmtimin e organizmit, të prerjen e duarve, gishtave, paraqitjen e tetanusit e kështu me radhë. Pra, lamia e sëmundjeve të ndryshme që mund shkaktohen nga këto mbeturina është me të vërtet fatkeqësisht shumë i madh dhe rreziku për shëndetin e qytetarëve është po ashtu i madh. Prandaj institucionet cilët janë kompetent dhe kanë obligim konform ligjit për trajtimin e mbetjeve, gjithësisht mbeturinave, të respektohen dhe mos të bëhet përpjekja që faji të hudhet ose tek qytetarët apo ose tek institucionet më të larta nga institucionet komunale, gjithësisht nga institucionet e larta në nivel të qeverisë dhe Ministrisë Ekologjisë dhe Ambientit Jetësor, të fajsohen komunat apo qytetarët për shkak të një
dukurie që kërkon koordinim të mirëfillt, duke filluar nga instanca bazë që është qytetari, komuna, Ministria e Shëndetësisë, qeveria. Po në një aspekt të trajtimit të mirëfillt, si që thuhet reverzibil apo lateral, gjithësisht kolateral, mes një institucioni dhe institucionin tjetër, ka mundësi të eliminohen këto pasoja në cilat ballafoqohen qytetarët e shumë komunave në Republikën e Maqedonisë. Pikërisht këto qytetarë që e vuajnë dënimin e këtyre mbeturinave, çfarë masa mbrojtëse sugjeroni për to që vazhdimisht lëvizin pranë këtyre mbeturinave ose jetojnë ose punojnë edhe është përditshmëria e tyre? Masa mbrojtëse e para dhe kryesore është trajtimi mirëfillt, në rend parë eliminimi, gjithësisht transporti i këtyre mbeturinave nga anvisnit prej kontejnerve në afat të caktuar si që është para pa me liq dhe atë që e shoh kohëve të fundit, veç kemi indicie se disa komuna veç kanë fillu bëjnë të trajtojnë në këtë formë bartjen, eliminimin dhe e largimin e këtyre mbeturinave, por ku largon ata? Masëndej është një problem po ashtu shumë i madh, sepse ende përveç Drislës, që është një deponi e certifikuar në Maqedoni, s'kemi deponi të tjera të mirëfillta që plotësojnë kushtet të para me liq për seleksionimin e tyne, reciklimin e mbeturinave dhe trajtimin maksimal të gjitha llojeve të mbeturinave. Kështu që kjo është e para që duhet bërë, që mos tipet shans dhe mundësi qytetarëve të kenë kontakt me këto materje mbetje që rrezikojnë shëndetin e tyre. Ajo e dyta mandej, me që kemi situata të këtilla ku përkundra krejt këtyne pa ligjeve që rregullojnë këtë përsëri, qofshin komunat, qofshin instancat më të larta, nuk janë në gjendje të plotësojnë kërkesat që parasheh ligji, atëherë qytetarët duhet të kenë kujdes sa ma larg të jenë prej këtyre vendeve dhe mos të kenë kontakt me mbeturinat, po që se janë të detyruar ndonjëherë për shkak të punëve që i bëjnë ato, të kenë masa mbrojtëse, doreza, maska, tesha, ka special tesha që duhen veshur, që gjatë kontaktit apo punës atyreve që janë pjesë si punëtorë që i trajtojnë këto mbeturina, të jenë të mbrojtur ashtu si që parasheh ligji. Kjo është ajo. E treta, institucionet e shëndetësisë duhen të jenë të përgatitur me masat që janë në funksion për të trajtu gjendjen shëndetësore të çrregulluar të atyre personave cilët kanë pas kontakt, qofshin intoksikacionet, helmimet e ndryshme, problemet me të mushkrive për shkak të thithjes së gazrave helmuese që janë si produkt i djegjes së këtyre veçanërisht materialit të plasmasit, edhe të mbetjeve organike që shkaktojnë një gazra helmuese. Institucionet e shëndetësisë duhet të jenë të gatshëm që të ofrojnë ndihmën përkatëse këtyre viktimave, të them, cilët pa dashje janë pjesë e një trajtimi jo adekuat të mbetjeve. Doktor, ju falenderoj shumë, përmendet të gjitha ato që u dashën të përmendeshin. Nuk na mjafton korniza kohore më shumë për të vazhduar. E di vetëm po që se më lejoni një gjë, t'ua them edhe për opinionin. Shifni, kjo është një çështje shumë me rëndësi. Është pjesë e ekologjisë, Ministrisë e Ekologjisë dhe Ambientit Jetësor. Është një kapitull
që Maqedonia në të ardhmen do të ballafaqohet me Unionin Evropian për t'i tejkaluar këto probleme me të cilat ballafaqohet në lidhje me trajtimin e mbeturinave, kështu që institucionet me të vërtet duhet të jenë shumë serios që në të ardhmen mos kemi probleme kur do të qilet kapitulli 27 që përfshin të gjitha 73 direktiva janë atje, më duket se nëse nuk gaboj, që duhen trajtohen pikërisht kanë të bëjnë me ambientin jetësor, me ekologjin, a pjesa kryesore është mbeturinat. Ka një shprehje, Maqedonia nuk është shtet shumë i pasur që t'i lanë mbeturinat shkojnë ashtu mos të përpunohen dhe nga përpunimi i tyre të ketë edhe leverdi materiale, financiare që mund ta rrite edhe buxhetin e vetë Republikës së Maqedonisë. Pa diskutim, kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe duhet të trajtuar si e tillë. Ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Neve do të shkëputemi përsëri për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të rikthehemi për të vazhduar me bisedën tonë mbi menaxhimin e mbeturinave. Qëndroni me ne. Jemi përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë me menaxhimin me mbeturinat. Kam të ftuar Besnik Ademin, ekspert për menaxhimin me mbetjet. Faleminderit që erdhët. Mirë se gjeta. Ju falenderoj për ftesën dhe ju përgëzoj për emisionin si dhe për temën e përzgjedhur për sot. Faleminderit shumë. Çfarë pasojash ka për qytetin një krizë si kjo jona që po zhvillohet për ditë? Ne duhet të jemi vetëdijshëm se pasojat janë shumë të mëdha, si në aspektin e mjedisit jetësor, po njëkohësisht edhe pasoja për shëndetin e qytetarëve dhe njerëzve në përgjithësi. Ne siç e dimë, mos menaxhimi ose mos trajtimi i duhur ose mos organizimi i duhur i grumbullimit të mbetjeve sjell pasoja në ndotjen e ajrit, në ndotjen e tokës, si dhe ndotjen e ujrave. Gjithashtu, sjell edhe pasoja të mëdha, gjithë këto mbetje lëshojnë gazra të ndryshme, toksina të ndryshme që janë të dëmshme për shëndetin e njerëzve. A ka shkupi një strategji reale për menaxhimin me mbeturinat apo janë vetëm improvizime afat shkurta se realisht rezultatin po e shohim çdo ditë? Nga gjithë kjo përvojë, nga gjithë kjo periudhë që e shohim ka disa vite, nuk ka ndonjë strategji afatgjate, sistematike për menaxhimin ose një vizion afatgjatë se si duhet të bëhet organizimi, selektimi, grumbullimi dhe trajtimi i këtyre mbetjeve. Dhe vetë fakti që, si që shohim edhe politikisht gjatë një periudhe, gjatë një mandati 4 vjeçar, shumë drejtorë të ndërmarrjes komunale janë ndëruar edhe është shumë sfide madhe që të ketë një menaxher ose një drejtor që do t'i menaxhojë në mënyrë të duhur, sikurse ndrohet shumë shpesh dhe nuk ka mjaftueshëm kohë që ta sjellë një strategji që ta ketë një organizim afatgjat për menaxhimin e këtyre mbetjeve. Të ndalemi pak tek terminologjia, rrjedha të posaçme të mbetjeve. Çka do të thotë ky term dhe cilat janë disa prej llojeve kryesore të mbetjeve që përfshihen në këto kategori? Unë jam më i thirrur në këtë drejtim se sa mbetjet komunale. Për gjithë shikuesit të emisionit, kisha dashur që përcjelli një mesazh ose një informacion që të bëjnë ndarje ndërmjet mbetjeve komunale të përgjithshme dhe mbetjeve të posaçme. Mbetjet e posaçme janë gjitha mbetje të cilat mund të ripërdoren ose të reciklohen. Si kategori, ndahen në disa kategori mbetjat e paketimit, ku futen ambalazhi i plastikës, ambalazhi i kartonit, paketimet e drurit, qelçit, kanaçeve. Kemi pastaj mbetjet e veturave të jashtë përdorimit që janë, të vajrave të ndotura, kemi të mbetjeve të tekstilit, kemi mbetje elektrike, elektronike, kemi mbetje të baterive. Këto janë kryesisht kategori të cilat kërkojnë trajtim të posaçëm gjatë procesit të reciklimit. Ndoshta edhe këtu çalojmë neve si vend se as nuk jemi shumë të vetëdijshëm për këtë ndarje, po edhe menaxhimi më pas është një çështje në vete. Si është i strukturuar legjislacioni në vendin tonë për menaxhimin e këtyre rrjedhave të posaçme? Do të kisha thënë se për tjerat e kemi pak më të qartë. Që në vitin 2021, gjithsesi në shtator të vitit 2021, janë votuar 6 projekt ligje për menaxhimin e mbetjeve, ku
Ndër ta ka qenë edhe menaxhimi i mbetjeve të posaçme. Gjithsej janë 6 ligje, të cilat gjitha proces mund ta them mos ta harroj si fakt, se janë në bazë të direktivave të Bashkimit Evropian dhe janë në përputhje me legjislacionet e Bashkimit Evropian, ku për secilin lloj ose rrjet të posaçme të mbetjeve ka legjislacion se si duhet trajtuar, si duhet bërë grumbullimi, organizimi e deri në përfundim ose në reciklim të atyre llojeve të mbetjeve. Cilat janë kapacitetet aktuale në vendin tonë për reciklimin edhe trajtimin e këtyre rrjedhave të posaçme të mbetjeve dhe sa janë të avancuara teknologjitë dhe praktikat që vetë i kemi? Ka disa kapacitete, edhe pse mund të themi që janë kapacitete më të vogla, mirë po kemi kompani ose fabrika, mini fabrika të vogla që bëjmë përpunimin ose riciklimin e kartonave, ambalazhit të kartonit. Kemi kapacitete që bëjnë për riciklimin e shisheve të plastikës, që i përdorim gjithandej. Këtu kisha dashur ta cek një informacion që është për mua shumë i rëndësishëm, se ne shishet e plastikës si qytetar mund edhe gjithandej t'i hedhim ose i hedhim në mbetje komunale, ndërsa këto kompani që bëjnë reciklimin e plastikave, për shkak se për ato është repromaterial lëndë e parë, ato detyrohen për arsye se nuk kanë mjaftueshëm, nuk bëjnë grumbullim të mjaftueshëm në vendin tonë, janë të detyruara të importojnë mbetje plastike nga vendet fqinji që të mund të funksionojnë. Ne kemi boll prej tyre veç të tonat, është interesant ky fakt. Detyrimisht ato detyrohen që të importojnë që të kenë që t'ju vazhdoj biznesi atyre sa ato i kanë lënë të parë. Interesante. Çfarë roli luajnë operatorët kolektive dhe çka realisht janë ato në menaxhimin e mbetjeve, si funksionon ky si model? Që nga vitet e 90-ta, shtetet si Gjermania dhe Suedia, duke e parapar konsumin e tepërt të njerëzve, që është në çdo vit e në rritje, kanë ardhur tek një ide si ta krijojnë një sistem që do të jetë i qëndrueshëm për menaxhimin e këtyre mbetjeve të posaçme. Nga sistemi linear, që është prodho, blej, shit, konsumo dhe depono. Në sistem qarkor, ku kësaj do t'i shtohet edhe ripërdorimi, riciklimi i atyre produkteve. Operatorët kolektiv këtu kanë filluar të formojnë që në vitin 2011 për herë të parë dhe janë marrë me menaxhimin e mbetjeve të paketimit, ndërsa siç e thënë më herët që nga fillimi i vitit 2021, në fundi i vitit 2021 janë futur edhe rrjedha tjera të mbetjeve. Roli kryesor i operatorëve kolektiv ndahet në 3 shtylla kryesore. E para është të krijojnë infrastrukturë që qytetarët të kenë kosha, kontenjer ose enë të posaçme se ku t'i hedhin këto lloj të mbetjeve. Shtylla e dytë është të organizojnë sistem ku përmes operatorëve që bëjnë grumbullimin fizik të atyre lloj mbetjeve, të organizojnë sistem të qëndrueshëm se si t'i marrin, ku t'i grumbullojnë dhe ku të njëjtat t'i dorëzojnë. Dhe shtylla e tretë është ngritja e vetdijes të qytetarët, se ne mund të kemi infrastrukturë, mund të kemi kontenjer të ndryshëm, kontenjer special, pajisje speciale, mund të kemi grumbullues që kanë licencë dhe punojnë me përpikmëri punën e tyre. Mirë po vetdija e qytetarëve nëse mungon, atëherë kemi problem. Po, kot janë gjithë këto investime. Për atë, këto janë 3 shtyllat se si funksionon një operator kolektiv. Edhe ndërgjegjja e qytetarëve duhet të jetë shumë në nivel për të arritur se kjo është një bashkëpunim i përbashkët, duhet të gjithë të bëjmë që të veprohet edhe të jetë ashtu siç duhet. Si qëndron Shkupi në krahasim me qytetet e tjera të Ballkanit, do të kisha thënë më shumë për menaxhimin e mbetjeve? Fatkeqësisht qëndrojnë shumë mbrapa, sidomos në menaxhimin e mbetjeve komunale. Nëse krahasohemi me qytetet si Ljubljana ose si Zagrebi që kanë kriju një sistem shumë funksional dhe të qëndrueshëm dhe kanë deponi moderne dhe janë më përpara se shumë janë zhvilluar më shumë se sa qyteti jon ku ende ecim nëpër rrugë dhe i shohim
gjithandej deponi kështu të mini deponi të vogla që ne e vrajnë synin, po edhe siç e cekëm më herët janë edhe të dëmshme për shëndetin tonë. Patjetër, është pjesa më e rrezikshme. Sa janë të informuara kompanitë në përgjithësi, po edhe qytetarët për detyrimet e tyre do të kisha thënë edhe ligjore në lidhje me menaxhimin e mbetjeve? Mund të themi se në përgjithësi nuk është që janë shumë të informuara kompanitë, po edhe qytetarët, mirë po operatorët, unë mund të flasë se janë prej atij sektori, operatorët kolektiv punojnë vazhdueshëm që ta ngritin këtë nivel të vetdijes dhe të informojnë si kompanitë ashtu edhe qytetarët, edhe pse mungon një shtyrje institucionale, se sado që kompanitë që miren me këtë sektor mundohen të japin atë maksimumin ose ta bëjnë në kampanja apo informim të ndryshëm, shumë rol është me rëndësi që të ketë edhe shtytje institucionale që edhe institucionet kur sjellen ligje të reja, ose ka do diçka e re, sikur që janë këto ligjet që janë sjell vitin 2021, duhet të ketë një informim më të gjerë edhe më të detajuar, që të jenë të informuar si qytetarët, ashtu edhe bizneset. Çfarë do të kishte rekomanduar juve për komunat, për ndërmarrjet publike, po edhe për qytetarët që të parandalohet ky përkeqësim i vazhdueshëm i gjendjes aktuale në vendin tonë? Është shumë e rëndësishme së pari institucionet të ndërmarrin masat dhe të krijojnë një strategji afatgjate, të lejnë gjithë ato inatet politike ose që i kanë se është për të mirën e këtij vendi, për të mirën e qytetarëve. Shumë është me rëndësi që të ketë bashkëpunim institucionet qendrore, institucionet komunale, ndërmarrjet komunale, njëkohësisht qytetarët dhe gjithë bizneset. Është shumë, sipas meje, është shumë e rëndësishme të ketë një sinergjon ndërmjet gjithë këtyre institucioneve dhe qytetarëve dhe bizneseve që të arrijnë një sistem të jetë i qëndrueshëm dhe nuk do t'i shohim mbetjet gjithandej. Ne kemi shumë raste të ndryshme që ballafaqohemi me sfida të ndryshme si institucioneve, si komunave, dhe mendoj që është shumë e rëndësishme që të bashkëpunojmë mes vetë që të arrijmë një sistem të qëndrueshëm. Cilat janë disa prej përfitimeve ekonomike dhe mjedisore të menaxhimit të dur të rrjedhave të posaçme të mbetjeve? Çka përfitojnë neve prej këtyre nëse i menaxhojmë siç duhet? Siç e sekëm edhe më herët, ka kompani që mirën me reciklimin e mbetjeve të plastikës. Për neve, si qytetar, një shishe plastike mundet me qenë vetëm një mbetje. Mirë po, për atë biznesin është lëndë e parë. Taj e ka biznes dhe e punon me atë. Dhe rrjedhimisht, gjithë ky sistem ose gjithë ky sektor, gjithë kjo industri përfiton për punësime të reja, se du të angazhoj punëtorë që do të miren me grumbullimin, me trajtimin, me reciklimin, po punë administrative e tjerë, do të thonë ka vendet punës të reja. Pastaj ka investime në teknologji të reja. Pastaj ka makina ose mjete grumbulluese të cilët harxojnë mjete të ndryshme, të cilët gjenerojnë automatik, është si një zinxhir që grumbullon komplet një industri të tërë që ka përfitime të mëdha ekonomike. Jashtë asaj mund të themi që edhe vetëm si produkt, reciklimi në fund të reciklimit sjellët një produkt i cili shitet, ka një vlerë ekonomike. Cili është roli një qytetari në procesin e menaxhimit të këtyre mbetjeve? Nëse një qytetar ndërgjetësohet, e sheh situatën, del dhe thotë unë dua të bëj diçka për këtë, ku duhet drejtuar, çka duhet bërë? E para, i kisha sugjeruar që mos t'i hedhin gjithandej mbeturinat, po në vende të posaçme. E dyta, për çdo lloj të mbetjeve të posaçme, ka kosha ose kontenjer të posaçëm se ku duhet të hedhet një shishe plastikës, në një mbetje elektrike, elektronike, një bateri apo vajri ndotur. Gjithashtu, sot jemi në kohën digjitale ku këto informacione mund t'i marrin edhe nga interneti, mund t'i interesohen se kam një mbetje elektrike, elektronike, ku du t'a thiri, ku du t'a dorëzoj. Kështu që kisha sugjeruar që t'i selektojnë mbetjet, mos t'i hedhin gjithandej, po mos t'i hedhin edhe gjitha në mbetjet komunale, se ka sistem të organizuar që bën grumbullimin e posaçëm të gjitha këtyre llojeve tjera të mbetjeve. Nëse dojmë të kemi një qytet të pastër, nëse dojmë të kemi një ajër të pastër, nëse dojmë të jetojmë një jetë më të mirë,
patjetër se duhet të kujdesemi për mbetjet dhe mos të shohim sikur mbeturima që vetëm hedh kutarin, por çdo mbetje ta hedhin në vendin e duhur. Po sa janë të aksesueshëm për qytetarit këto kosha ku janë të qytet të ndara, për shkak se nëse neve inkurajojmë të ketë një ambient të tillë, atëherë duhet të kemi ato të aksesueshme në çdo lagje, në çdo vend. Sa janë të pranishme për qytetarit? Mund të themi se për mbetjet e paketimit, sidomos në zonat e qytetit, ka goxha kontenjer që janë të vendosur, edhe në për rajonet që janë jashtë qytetit, edhe në për ato vende që janë vendosur, mirë po duhet të dim se për të krijuar gjithë këtë sistem, nevojitet kohë, edhe nevojiten gjithashtu edhe mjete, edhe investime, kështu që ne jemi në fillim, siç e theka më herët, këto ligje janë votuar në parlament në vitin 2021. Tani jemi viti i tretë, kështu që sigurisht do duhet edhe ca kohë, po besoj se me ndihmën e institucioneve, me ndihmën e qytetarëve, do arrihet një sistem i qëndrueshëm që do funksionojë si duhet. Cilat janë sipas jush arsyet reale sepse ka ardhur deri tek kjo krizë me mbeturinat në Shkup, po jo vetëm atë në rajon? Po, mund të themi se ka më shumë faktorë, nuk është vetëm një faktor, por unë kisha cek disa, gjithsesisht faktorë që na rrethojnë neve në qytetin tonë, ku përveç faktorit politik, siç e dim, ka edhe faktor në mos planifikimin e duhur, mos menaxhimin e duhur, mos organizimin e duhur të komplet sistemit të menaxhimit të mbetjeve. Gjithashtu ka mungesa të kuadrove që e njohin ose dinë si ta krijojnë atë strategji, atë organizim, kuadrove profesionale. Mund të cekim këtu se ka edhe mungesë të kapaciteteve, teknologjive të reja, jemi ende me teknologji ose me pajisje që janë gjatë kohë jashtë përdorimit, ose sot me këtë zhvillim teknologjik ka shumë pajisje të reja, shumë pajisje të avancuara që patjetër se duhet t'i ndjekim ato trende, se siç e theka më herët, ne nuk jemi edhe të vetëdijshëm se çdo ditë ne sa produkte konsumojmë. Edhe çdo produkt që konsumojmë, automatikisht duhet të dimë se gjenerojmë mbetje, sa ai produkt ose ngel për njëherë, ka produkte që mbetja është më njëherë, gjenerohet, mirë po ka produkte që mbas një periudhe, mbas disa viteve, ngelet mbetje. Për atë patjetër se duhet ketë edhe investime në teknologji dhe në kapacitete të reja se si do trajtohen gjithë këto mbetje. Këto janë disa nga faktorë që mendoj që janë më sfiduese ose që sfidohemi për momentin. Cilat sipas jush janë nga e gjithë ekspertiza juaj me mbetjet, disa prej materialeve që janë më të rrezikshme kur vjen puna në këto mbeturinat që neve i përjetojmë çdo ditë? Mbetjet në përgjithësi ndahen në dy kategori kryesore: në mbetje të rrezikshme dhe në mbetje të parrezikshme. Mbetjet elektrike, elektronike janë mbetje rrezikshme. Mbetjet e gomave të makinave, të automjeteve ndryshme, futen në kategorinë e mbetjeve të rrezikshme. Vajri motorik i ndotur njëkohësisht futet në kategorinë e mbetjeve të rrezikshme. Për arsye se këto lloj mbetje përbajnë substanca kimike që janë të rrezikshme për shëndetin e njerëzve, për komplet ekosistemin të cilin jetojnë. Njëkohësisht ka edhe grupi tjetër që është më pak i rrezikshëm, ose grupi që nuk është i rrezikshëm, që atë kategori futen mbetjet që nuk kanë pasoja të mëdha nëse përfundojnë nëse nuk trajtohen në mënyrën e duhur. Cilat kanë qenë disa prej sfidave të juaja më të mëdha në të gjithë eksperiencën tuaj, ndoshta me institucionet, por edhe me qytetarët, ku gjeni më shumë? Me të drejtën, ne kemi shumë punë me institucionet dhe kemi goxha sfida. Institucionet duhet ta kuptojnë se operatorët kolektiv janë themelu që t'jenë në ndihmë të institucioneve, të qytetarëve dhe të bizneseve. Dhe shpesh kemi hasur në probleme të ndryshme, se ne, si që të cekëm më herët, ne vendosim pajisje, kontenjer të ndryshme që janë për selektimin e mbeturinave, që i vendosim pa
asnjë financim ose nuk kërkojmë bashkë financim nga komunat. Gjithë financimi është nga ana jonë. Ne vetëm kërkojmë nga komunat bashkëpunim që të na japin lokacionin e duhur dhe ta menaxhojmë pastaj ta menaxhojmë atë grumbullimin e atyre mbetjeve që do grumbullohen në atë vend grumbullim në mënyrë të duhur. Kështu që hasim në probleme të ndryshme, në moskuptimin e legjislacionit, në moskuptimin e veprimtarisë të operatorëve kolektiv, në hasim gjithashtu se qytetarët nuk janë mjaftueshëm të informuar se ne si operator kolektiv ne vetëm bëjmë organizimin e gjithë këtij sistemi, ndërsa në bazë të ligjit ne nuk kemi të drejtë të bëjmë direkt grumbullimin e tyre. Mirëpo grumbullimin e bëjnë bashkëpunëtorët tonë që janë njëkohësisht operatorë që kanë licencë për grumbullimin e posaçëm të atyre lloj të mbetjeve. Çka duhet bërë për t'i vetëdijsuar ndoshta këto institucione dhe për të vendosur këto sisteme në për të gjitha komunat edhe siç e thash më herët në për të gjitha lagjet se aty edhe vetë qëndron problemi. Nuk janë as të aksesueshme, ndoshta edhe po të mos mungonte ndërgjegjësimi i qytetarëve në këtë sfond, prapse i kanë disa kosha, disa kontenjer që mbushen, stërmbushen edhe realiteti vazhdon të jetë i njëjtë. Mund ta ceki se edhe në bazë të legjislacionit për menaxhimin e mbeturinave, obligim ligjor e ka çdo komunë që të ketë kontratë dhe bashkëpunim me operatorët kolektiv. Tash më kujtu si sfidë që kemi pas se disa komuna mund të them që edhe shumë komuna kemi kontaktuar që bëjmë një bashkëpunim, mirë po kemi has në dyert të mbyllura, ndërsa për pyetjen e fundit, unë mendoj se bashkarisht me komunat, me institucionet përkatëse, mund të arrijmë të bëjmë një sistem ose një organizim të mirëfillt që këto vend grumbullime t'i vendosim në vendin e duhur, që qytetarët të kenë akses dhe ta dinë çdo lagje të ketë vend të posaçëm, kosh ose kontenjer të posaçëm, ku mund ta hedh mbetjen elektrike, elektronike, bateritë, mbetjet e paketimit, plastikat e tjerë. Kështu që bashkarisht me ndihmën e qytetarëve, me ndihmën e institucioneve, ne mund të arrijmë të bëjmë një sistem të mirëfillt dhe të qëndrueshëm dhe që nuk do ta shohim këtë kaos që e shohim sot nëpër qytet. Një apel të fundit në fond për qytetarët e për institucionet. Për institucionet kisha kërkuar vetëm bashkëpunim. Kisha kërkuar bashkëpunim se bashkarisht mund të gjejmë zgjidhje edhe më të mira, mund ta kemi qytetin edhe më të pastër, ndërsa për qytetarët i kisha apelu që mos t'i hedhin gjithandej mbetjet, se atë ajër e thithim ne. Dhe i kisha lutur që t'i selektojnë mbetjet, mos t'i hudh çdo lloj mbetje me një kosh, se ka kosha special, se gjithaj proces pastaj trajtohet në mënyrë të ndryshëm dhe nuk duhet t'i hedhim gjitha mbetjet me një kosh, por t'i selektojnë. Është një proces zinxhir dhe të gjithë kemi dorë në të. Të falenderoj shumë për bisedën, të falenderoj për kohën. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra që kishim për sot. Juve vazhdoni të informoheni, të ndërgjegjësoheni edhe të dini se ne jemi shkaktar të përditshmërisë tonë. Faleminderit për vëmendjen, bashkë do të takohemi nesër në të njëjtin kohë, në të njëjtin vend.